Më 8 janar të vitit 1997, nisi, një pas një, shpallja e falimentit nga skemat mashtruese rentiere të njohura si firmat piramidale shqiptare. Dalldia shqiptare e skemave piramidale kishte nisur me bekimin e shtetit rreth vitit 1992. Ekspertët e kohës, në mënyrë krejtësisht të gabuar, i klasifikuan këto skema në 2 kategori: Vefa, Kamberi, Cenaj e ndonjë tjetër si shoqëri rentiere, por me investime në sektor të prodhimit. Pra, shoqëri që veç thithjes së të hollave me anë të mekanizmit të fajdes, kishin të ardhura edhe nga aktivitetet të tjera. Në fakt, që të gjitha skemat rentiere shqiptare funksiononin sipas skemës mashtruese Ponzi, që u zhvillua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1920. Skema ishte e tillë. Skemat mashtruese shlyenin këstet e fryra të kreditorëve të vjetër me paratë që mbyllnin kreditorët e rinj. Një praktikë që shumë shpejt të çon drejt falimentit, pasi paratë nuk gjenerojnë fitim. Për më keq akoma, skemat mashtruese rentiere të Shqipërisë së viteve 1992-1997 patën mbështetjen e plotë të shtetit shqiptar, madje në fund të vitit 1996, kur skema rentiere Sudja që operonte kryesisht në Tiranë i kishte mbyllur sportelet, presidenti Sali Berisha në takimin me gazetarët e largoi përgjegjësinë nga qeverisja. Por për një gjë mund të zotohem këtu para jush dhe para kujdo, se paratë e shqiptarëve janë paratë më të ndershme dhe më të pastra në Europë. Ai deklaroi se aktiviteti i firmave rentiere ishte krejtësisht privat dhe se paratë e shqiptarëve ishin paratë më të pastra në botë. Për ironi të fatit, deklaratat e presidentit u bën në të njëjtën kohë kur presidenti i skemës mashtruese Xhaferi deklaronte: Kur të shterojnë oqeanet, do të shterojnë fondet e Xhaferit. Të dyja deklaratat kriminale pasi inkurajuan mira shqiptar që t'u jepnin skemave rentiere në falimente sipër edhe pikat e fundit të gjakut, edhe kursimet e fundit të tyre, përfshirë të hollat e siguruara me djers e mund nga emigrantët. Mbyllja e sporteleve dhe shpallja e falimentit nga skemat rentiere i shokojnë shqiptarët. Ngjarjet nisin të përjetohen me të njëjtin tmerr që mund të shkaktonte vetëm ardhja e fundit të botës. Deri në këtë periudhë të hollat që shqiptarët kishin depozituar në shoqëritë rentiere ishin rreth 1.2 miliard dollar. Shumë prej kreditorëve të joshur nga ofertat e çmendura të skemave mashtruese kishin shitur edhe banesat apo bizneset, ndërsa fshatarët kishin therrur bagtit. Qyteti më i prekur nga falimenti i skemave rentiere ishte Vlora, ku operonin ekskluzivisht disa piramida gjigande si Gjallica, Kamberi apo Cenaj. Gjithsesi, protesta e parë masive popullore zhvillohet më 24 janar 1997 në qytetin e Lushnjës, të zemëruar për arrestimin e Rapush Xheferit, pronarit të skemës mashtruese Xhaferi. Protestuesit e vunë përpara policisë si të ishte leck, duke djegur bashkinë e qytetit. Një ditë më pas, më 25 janar 1997, protestuesit i vënë flakën pothuaj të gjithë institucioneve të shtetit në Berat, përfshirë godinën e shërbimit sekret. Më 26 janar, protestat e fuqishme popullore për humbjen e kursimeve përfshin edhe Vlorën. Pikërisht në Vlorë nisi dhe rënimi me themel i shtetit. Me kalimin e ditëve, protestat e vazhdueshme fusin në lojë opozitën, duke bërë që shinjestra të korrigjohej. Tashmë, bashkë me kthimin e të hollave të humbura, kërkohej edhe rrëzimi i presidentit Sali Berisha dhe pushteti të Partisë Demokratike. Më 28 shkurt 1997, në Vlorë sulmohen dhe bastisen depot e armatimit të ushtrisë, populli armatoset, i miri dhe i ligu. Qytetet e jugut bien një pas një, duke marrë pas vetes edhe qeverin Meksi, që dorëhiqet në fillim të marsit. Më 9 mars 1997, i sapo zgjedhur president për një mandat të dytë, Sali Berisha ulet në tavolinë me opozitën dhe firmos një marrëveshje ku parashikoi formimi i një qeverie të pajtimit kombëtar, si dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme, jo më larg se muaji qershor 1997. Pas premtimeve për kthim të plotë parave të humbura në skemat rentiere, Fatos Nano, kreu i Partisë Socialiste që fitoi zgjedhjet, nuk e mbajti fjalën. Madje qeveria e tij shpërdoroi edhe asetet e ngrira të këtyre skemave që ran prej i korrupsionit dhe u shitën për një copë bukë. Përfundimisht mund të thuhet se në gjithë këtë histori i mashtruar dhe i humbur,
doli vetëm populli.